Tani çfarë referon në Mickoski? Po, 3 gol në pikën e bardhë, penalti për ekipin e Zajazit. Kush do ta ketë atë fat godin e parë të shënojë? Drejtim të topit të shkon në Xhelil Mehmeti. Xhelil Mehmeti sy në sy me portierin Asanoski. Një pakujdesi e mbrojtjes së skuadrës Brasfos. Mickoski tregoi në pikën e bardhë, sy në sy portieri Selimos Asanoski dhe Xhelil Mehmeti. Minuta e 4 të takimit. Pritet të inkuadrohet një futbollisti ekipit të Brasfos. Xhoxha është në rregull. Mehmeti 1-0. Gol 1-0. Goli i parë, gëzimi i parë, kush tjetër përveç futbollistit me numër 10, Elver Xheladinit. Ati buzëqeshi fati të shënoj golin e parë në takimin e parë, në xhirën e parë të këtij kampionati me skuadrën e Brasfos dhe në minutën e 13 të takimit Zajazi avanson me rezultat 1-0. Gol! Çfarë ndodh të raste? Po, rivanja asore për Zajazin. Diagonal, jashtëzakonisht të bukur për Rasim Mehmeti, kroson bukur, je përparësi. Tani të shohim gjuhën e bukur me kokë Feti Saliu, por jo fuqishëm dhe mbron portieri Asanoski. Do me thënë se mbet rezultati 1-0 i minutës së 13. Gol! Gol 1-1. U barazua rezultati në 1-1. Nga 23 të takimit, penalti për ekipin e Brasfos dhe sy në sy të shohim kush. Futbollisti me numër 5, Sevdail Mirtoski dhe Daut Alimi. Daut Alimi dhe Sevdail Mirtoski, të shohim kush do të dalë fitues. Gol! Gol 2-1. Gol 2-2. Komplikojnë edhe një qëndrësimi i ti, të shohim tani. Gol! Gol 2-2. 2-2 edhe një herë Elver Xheladini. Jashtë vijes fundore, Sofi Josofi së bashku me Lazam Sejtini, burim Zylbeari vetë. Gol! Gol! Gol edhe du është e gol për burim Zylbearin. Pjesën e dytë të takimit, barazimi rezultatit në 1-1, avansojnë futbollistët e Brasfos, barazojnë Zajazin 2-2, 3-2 për Zajazin dhe në fund, në minutën e 83 atje të takimit, 4-2 dhe këto qaste Mickoski përfundon takimin në Brasfo dhe Zajazi luajtë një lojtë shkëlqyeshme, korekte, pika të shkuan në Zajazë. Edhe njëherë, Zajazi Brasfo 4-2. Të shikues të nderuar, mbaroi takimi i xhirës së parë të ligës komunale, startoi ekipi i Zajazit. Odhaundi, lojtari më i mirë në mesin e fushës, Lazam Selimi, 2-3 fjalë, fituat me rezultat të thellë 4-2. Jam i kënaqur nga loja dhe rezultati i thellë ndaj ekipit të Brasfos, i cili është një ekip i vjetër me përvojë. Mirë po ekipi ju tregoi se jemi me të vërtetë një ekip i përgatitur fizikisht dhe psikikisht. Prandaj rinia dhe pak më të vjetër treguam një lojë të bukur dhe të merituar me rezultat të bukur që na kënaq tepër. Ju uroj fitoren. Faleminderit za ju. Për herë të parë luajmë në stadion Lisiçan. E tash dhatë edhe gol, sigurisht goli juaj, si do thoni, e karrierës do t'jepni edhe shumë gola, por ky mendoj se do t'jap edhe shumë golla për klubin futbollistik Zajazi.